Çmimet për mallrat dhe shërbimet kanë vijuar rritjen edhe në fillim të këtij viti. Sipas të dhënave të Instat, inflacioni në muajin janar arriti në 2.3% nga 1.9% që ishte në të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Krahasuar me muajin dhjetor të vitit 2025, çmimet e konsumit u rritën me 0.4%. Rritja vjetore e çmimeve në janar të 2026-s u ndikua kryesisht nga grupi argëtim, sport dhe kultur me 4.9%, pasuar nga grupi qera, ujë, energji elektrike, gaz dhe karburante të tjera, si dhe grupi sigurime dhe shërbime financiare me 4.4% secili. Pije alkolike dhe duhan patën një ndryshim me 2.7%, kujdesi personal dhe mallra shërbime të ndryshme me 2.6%, restorante dhe shërbime akomodimi me 2.4%. Nga ana tjetër, disa çmime kanë pësuar ulje mujore, si veshjet dhe këpucët. Megjithse norma ka mbetur deri tani relativisht e qëndrueshme, Banka e Shqipërisë ka paralajmëruar në deklaratat e saj të fundit se situata mund të ndryshojë nëse tensionet gjeopolitike globale vijojnë të përshkallëzohen, duke ushtruar presione të reja mbi çmimet dhe tregjet.